Mirëmëngjesi, si u kam? Si që dhe shikoni, jemi në fshat, kemi ardhur te fshati i Vjolit, edhe kemi ardhur që dje, erdhi familja ime, do qëndrojmë deri sot pas dite dhe pastaj do nisemi në Tiranë. Shikoni pak t'ja u tregoj pak Baçën, kjo është një shtëpi shumë e vjetër, gati 100 vjeçare, po mami i Vjolit nuk i ka braktisur, edhe vjen këtu kur ka mundësi, vjen madje shpesh, pothuajse 2 herë në vit, edhe e kuron, e pastron. Kështu. Ndoshta në të ardhmen bëjmë një rregullim të bukur edhe ta bëjmë një shpizë pushimi. Ja. Shifni? The sun is shining bright like a colorful. Kemi zog fshati, vezë, edhe djath, edhe kafe. Ky është mëngjezi jon. Si quhet rezervuari? Gjancit. Shkoj sa i bukur është. Tani po zbritëm nga fshati edhe tu kemi kujtime se kemi bërë foton e parë. Po ajo aty që duket qa është? Ajo aty që duket këtu lart, diga. Tu ka dhe shtëpia druri, shiko ka ndërtuar një shtëpi druri. Dhe mbas të ndërtoj gjithë kjo pjesa këtu. Mbas të i vazhdojnë të shtëpiat e drurit deri këtej. Të vritet këmba aty, mama. Po është rruga, moj mami. Që sa bukur, sa ngjyrë të kaltër që ka. Nuk lahen më këtu, e? Vjen fëmijët? Po nuk është i rrezikshëm. Nuk është i thellë ky? Edhe ti këtu je larg. Ha? Nuk je larg këtu? Ç'don ta po? Ç'don të them apo? Nuk si të pëlqen më mami? Ja do bëjmë foto të bukura. Këte ka qenë ujë, prandaj ka ngelur kështu. Prandaj është kështu. Ka ngelur këto, si fije. Ha laj duart tani. Kur të bjerë bëlldomba ti. To ç'është? Nuk është aq i ftohtë, jo. Erdhem në Laç, te kisha e Laçit, kështu është e njohur, por në fakt me sa di unë, emri i saj i vërtet është kisha e Shnandout, dhe normalisht ndodhet mbi malin e qytetit të Laçit, dhe është një nga vendet më të njohura të pelegrinazhit në Shqipëri, dhe çdo vit vjen shumë besimtar për të lutur. Madje kam dëgjuar që vinë dhe familjar, në qoftë se kanë dikë të sëmur, sjellin një rob ose edhe vetë personi, dhe ka shëruar shumë njerëz. Dhe veçanërisht, po thonin këtu, data 13 qershor është e njohur si dita e Shnandout dhe është një ditë shumë e rëndësishme për pelegrinët.
Ne ishim bashkë me familjen, kaluam një paradite ndryshe, vizituam aq vende sa mundëm, madje u futëm dhe tek një shpellë, pa aty nuk mund të xhiroja, edhe brenda në kish nuk mund të xhiroheshe. Vetëm pjesa jashtë. Tani po zbresim për tek shpella, sepse e lexuam që është një shpellë jo shumë e madhe, meqense kemi dhe fëmijët, nuk mund të shkojmë më tutje, por tek kjo shpella që është më afër, ka shumë shkallë sinqerisht, edhe këtu Anxhi po mban Enjan edhe Dean. Mbani qetësi. Mbani në qetësi dhe në kontroll Enjan. Duhet ta kishim. Mirëmëngjesi, ju përshëndes nga Tirana. Ne kemi 2 ditë që kemi ardhur në Tiranë, edhe ndërkohë që Enja po më thërret ande nuk më lë, kam shkuar në shkollë, ka dalë Teobori. Një sekond se vi tani. Ja dhe rushi, është bërë, është shumë i mirë. Sa mirë, po këndon Gjeli, ne këtu jemi me Enjan. Gjelbërim, rahatlik. Kështu. Ja t'ja u tregoj pak shegët të shtëpia, shko mashallah i kemi këtë vit. Shikni. Sa të bukura që janë bërë, sa të mira. Nuk kemi shumë vend, po ja. Ka dhe këtu. Pemë të tjera. Ja t'ju tregon që i krushin tani. See you building up your high walls, painting smiles to hide the free falls. I see you checking every mirror twice, trying to live by everyone's advice. I've seen your confidence take flight, I've seen you wrestling with the night. And every shadow that you've shown to me makes me grateful that you set them free. You keep on asking what it is. Përshëndetje nga një ditë tjetër nga Tirana, nga shtëpia. Më kishte ngel me rak, sepse nesër ne nisemi, pa ju treguar çfarë kemi këtu te baça jonë e vogël. Domethënë është një baçë e vogël, është një vend i vogël, sepse nuk është se kemi super vend. Ja t'ja u tregoj tani. Këtu është prit. Lali, çfarë është kjo pema këtu te fundi? Se dalloj dot fare. Kjo pema këtu qa është? Mandarin, limon, portokall. Portokall është kjo? Portokalli, rushi. Po kjo qa është? Limon, ja është limon, ja shiko. Ja ku janë limonjt. Rushi, vetëm ky ka rezistuar, se ai tjetri është prishur këtë vit. Edhe babi ti është prishur. Dhe kjo është mandarina. Kemi dhe një mandarin tjetër, te krau tjetër, dhe shegën ja u tregova. Me thënë të drejtën, këto ditë pothuajse nuk kam filmuar fare, nga pak në përvende, sepse e kam shijuar, meqense erdhi dhe Vjoli dhe motrat
e Violit. Kemi qenë dhe shumë vetë në shtëpi dhe me thënë të drejtën nuk të binte as radha të xheroje, të themi realitetin. Kemi dalë, jemi kënaqur, pastaj kemi dalë dhe vetëm si familje. Kam vizituar në Tiranë ato vende që më sillnin më shumë kujtime kur isha studente. Më kanë risjell në disa situata të tjera nuk i mbaj mend, edhe ka qenë një përzierje emocionesh në kërkim të asaj Joridës kur ka qenë studente, në kërkim për të bërë atë lidhjen nëpërmjet vendeve të asaj vajzës kur ishte studente, plotë ëndra që nuk e kishte iden donte që të punonte, të jetonte në Tiranë dhe që pastaj u largua e braktisi Tiranën, por që Tirana në të vërtetë nuk i kishte braktisur kur atë. Edhe sinqerisht më dukeshin sikur ishin bashkuar dy jetë në një, si një déjà vu, nuk e di, përzier me nostalgji, nuk e di nëse u ka ndodhur ndonjëherë, po këto ditë kanë qenë kështu për mua në Tiranë, kanë qenë ditë edhe të qeta, edhe të zhurmshme, edhe na kanë ngelur edhe sot, besoj ditë e fundit. Nesër kthehemi në Korçë, do të qëndrojmë dhe aty 2 ditë dhe pastaj ikim te shtëpia. Fiks 1 muaj larg rutinës së përditshme. Jemi kënaqur, tani se si na duket, është ajo ndjesia kur largohesh, po në 10 orë besoj do vim prapë. Kështu, uroj që dhe ju t'ja keni kaluar sa më bukur. Kjo ishte e gjitha për këtë vlog. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në vlogun tjetër. Mos harroni të bëni like dhe subscribe kanalit. Ju dua, Jori.